Janë dy stile të ndryshme politikanësh. Unë mendoj që ish kryetari Basha, në momentin që ne nisëm foltore, ne u gjendëm përballë një kryetari që thjesht nuk po bënte asgjë. Pra tentonte të bënte telefonata me njerëzit e tij më të besuar në nivel degësh, por publikisht nuk ndërmori asnjë iniciativë. Gjëja më minimale që mund të kishte ndërmarrë është të niste një foltore në rang republike dhe minimumi do e kishte reduktuar kostot e dëmeve që po merrte. Ndërkohë që ne u gjendëm përpara situatës që kishim një kryetar që nuk po bënte asgjë dhe kishim më të lehtë terrenin e veprimit. Pra kishim një lloj agresioni tek pjesa e cënimit të karrierës brenda forcës politike, tek pjesa e detyrave, deri diku edhe dorëheqje tek pozicionet që po mbanim, të cilat ne i ofruam dhe i lanë gatshme për t'i lënë, por nga krau tjetër kishim një person të përgjumur politikisht dhe ishte shumë më e lehtë për të menaxhuar. Ndërkohë, momentalisht, diferencë mendimi, po kemi me një njeri që është, si më thënë, është politikan race, është njeri me shumë intuit, është njeri që di të shfrytëzojë situata, dillet të çojë mesazhe. Mendoj që mund ta kishte menaxhuar më mirë pjesën e mënyrës se si trajtoi mendimin ton, sepse kaluam deri tek pjesa që mund të quhen të vetë përjashtuar, u bën telefonata në bazë tek njerëzit për mos dalë nëpër takime, mund të ishin evituar këto sjellje. Më e bukur do kishte qenë nëse ne me datë X bëjmë takimin e Durrësit, kryetari Berisha mund të kishte dalë takim në Durrës mas 10 ditësh, 15 ditësh tjera, të kërkonte një takim me bazën dhe mund të diskutonin problematikat. Por mënyra se si u bë, pra pjesa e sulmeve, nuk mendoj se përmirësoi situatën, përkundrazi i largoi palët.